Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ndaj thirrjes për të dëshmuar në SPAK në lidhje me ngjarjen e 21 janarit ku mbetën të vrarë 4 protestues. Ai deklaron se do të marrë pjesë vetëm nëse ftesa i dërgohet në mënyrë zyrtare dhe të rregullt, duke shtuar se ka vetëm një kusht që unë të marr thirrjen. Por ka vetëm një kusht që unë të marrë thirrjen. Duhet vi, siç kanë ardhur me 10 njoftime tjera dhe unë jam përgjigj çdo njoftimi që ka ardhur. Kurse përdorimi i kësaj është akti shëmtuar i Altin Troplinit, një shërptor, një mercenar i regjimit i Edi Ramës, që kujton se mund të mbuloj sadopak me zhurma të tilla krimet e shëmtuara të Ramës dhe Ballukut. Nga ana tjetër, SPAK sqaron se fletëthirrja për ish-kryeministrin është dorëzuar në 3 adresa: kuvent, selinë e partisë dhe banesën e tij personale, duke hedhur poshtë pretendimet për mosdërgim të saj. Berisha përsërit se ka marrë në banesën e tij qindra njoftime dhe letra nga institucione të ndryshme, duke përfshirë edhe gjykatën. Banesa ime, në banesën time kanë ardhur me qindra, dhe mos ti je këtu dhe nuk duhet të them fjalë tjera. Në banesën time vijnë qindra letra, njoftime e të tjerë, që të gjitha ata që janë poshtë i marrin, i sjellin dhe i dorëzojnë. Midis tjerash edhe nga gjykata, të gjitha njoftimet. Midis tjerash për gjenin tuaj, ka patur raste që i ka dërguar edhe me motorciklet. Pra, të lutem, mos përsërit mashtrime ordinere të njerëzve të cilët janë të angazhuar në propagandë. Nuk takon ty kjo. Ish-kryeministri thekson se qëndrimi i tij ndaj ngjarjeve të 21 janarit nuk ka ndryshuar me kalimin e viteve. Ai është pro hetimit, por kundërshton mënyrën se si çështja përdoret për qëllime politike dhe propagandistike. Është ajo që i solli ata mish për top, siç ka thënë Blushi, shoferi i autobusit tyre. Ndaj dhe. Është çështje hetur. Është çështje hetur kur unë kam qenë dhe s'kam qenë pushtet, por e hetur nga armiq të egër të Partisë Demokratike dhe të qeverisime, të etiketuar nga unë në mënyrën më të qartë se ç'përfaqësojnë. Bllokimin e hetimit. Berisha shton se drejtësia duhet të përqendrohet edhe te ngjarjet më aktuale si atentati kundër bashkëpunëtorit e Emiliano Shullazit, një ngjarje që sipas tij implikon edhe 2 ministra. Për lidhjen si mishi me thoj të Muç Shaljanit me Ervin Hoxhën dhe të Gilmando Danit me Blendi Goxhën. Kjo është një histori e turpshme, si nderon kjo censurë.